Dekreti i presidentit Begaj për zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit shkaktoi drama të mëdha politike, më shumë se sa një dramë juridike për Bashkinë e Tiranës. Nga pikpamja juridike, shumica e opinionit bie dakord që dekretimi është pasojë një manovre ligjore për të mos ju referuar kushtetutës, por një meni që trajton sherret e të punësuarve me punësuesin. Në këtë rast, punësuesi Erion Veliaj është votuesi i Tiranës dhe ai nuk e ka pushuar nga puna. Do ta pushojë në ditën e zgjedhjeve të ardhshme, ku ai nuk është kandidat. Kjo është dhe drama më e madhe që ka krijuar dekreti. Partia Socialiste, në përpjekje të sforcuar për të gjetur një zgjedhje për Bashkinë e Tiranës, e cila ka mbetur si mall pa zot, pati një ngutje të pakuptueshme për të pritur ndoshta edhe 1 apo 2 muaj më shumë që ky problem të zgjidhej në rrugë kushtetuese. Nuk mendoj se pas një muaji opozita do ishte më e fortë dhe pozitat e Partisë Socialiste në Tiranë do ishin më të rrezikuara. E vetmja gjë që mund të ndodhte një muaj më vonë ishte që opozita do ishte në kulmin e debateve për zgjedhjen e kandidatit i cili ishte kthyer në torturë psikologjike. Duke vepruar shpejt përmes kësaj manovre juridike, Partia Socialiste, me sa duket, ka dashur të krijojë një perceptim të qartë për distancimin e saj nga Erion Veliaj, me qëllim që ai të mos jetë më pjesë e debatit elektoral dhe të konsiderohet një histori e mbaruar. Kjo u duke dhe sot në gjykatën e lartë, kur ekzistonin gjithë mundësitë teorike që gjykata ta nxirrte nga paraburgimi, pasi aktualisht quhet i shkarkuar dhe dosja ka shkuar për gjykim duke rënë arsyet e ndikimit të tij mbi dosjen në hetim. Edhe pse gjyqtarët janë të afërt me Partinë Socialiste, ata kanë qenë në një vijim me partinë për ta lënë në burg. Pra i vetmi mesazh që kërkon të jap Partia Socialiste në këtë rast është distancimi i tyre nga Erion Veliaj për të mos e pasur si çështje në përkëmb gjatë fushatës. Nga ana tjetër, drama tek opozita është edhe më e madhe. Ata, duke shpresuar se betejë mes Partisë Socialiste dhe Erion Veliaj do vazhdonte dhe do futej në spirale të pafundme ligjore, harruan se mund të kishin zgjedhje kaq shpejt. Dhe tani po përpiqen të gjejnë arsye të bindëse për shkelje të kushtetutës nga dekreti i presidentit për të mos hyrë në zgjedhje. Por dhe ky është një vendim i vështirë, pasi partitë e tjera opozitare mund të hyrë në zgjedhje dhe të sharrojnë një pjesë të madhe të elektoratit. Kështu që duhet të mendohet mirë. Propozimi i Ermal Hasimes nga Agron Shehaj nuk është një ofertë që bind PD ta kandidojë, por është një sinjal frike për ta se nëse bojkotojnë zgjedhjet, ai mund të jetë kandidati i pjesës tjetër të opozitës, duke relativizuar fuqinë e PD-s. Në këtë rast, Hasimja është më shumë një kandidat shantazhi mbi PD, se sa një ofertë për PD që natyrisht nuk e pranon. Nëse PD arrin të pranojë Ermal Hasimen, atëherë duhet të pranojmë që diçka e rëndësishme po ndryshon tek Berisha. Por kjo është ngjarje e pamundur, ai se ka duruar dot as 6 muaj e jo ta duroj 4 vjet kandidat. Ndaj gjithë ky tension rreth dekretit të presidentit, ankimi i tij në gjykatën kushtetuese, mundësia e pezullimit nga gjykata, apo jo, nuk lidhen fare me fatin e Veliaj, por me hallin që ai u hapi me shkarkimin nga Partia Socialiste dhe presidenti. Veliaj e ka rrugën e hapur që me procesin e ankimimit pas gjykatës kushtetuese të shkojë në Strasburg duke rishikuar edhe masën e paraburgimit, por thjesht ka lënë litarin jashtë për ata që e varrosën.